Radha është tani për mysafirët në studio të ftuar janë Fatima Hajdari, analiste politike, mirë se vini zonja Hajdari, kënaqësi t'ju kemi në studio. Gjithashtu faleminderit shumë. Po ashtu me ne është dhe Visar Recaj, avokat, mirë se vini zoti Recaj. Mirë se u gjetëm. Dhe do të diskutojmë pikërisht për krizën rreth presidentit, çështjen më aktuale ditëve të fundit, po edhe javëve të fundit. A ka shpresë për zgjidhje? Janë 50 vendimtare apo vende për shkon drejt zgjedhjeve të reja zonja Hajdari? Po kushtim do të thoja që do duhej të paktën të kemi një reflektim dhe pjekuri politike nga gjitha grupet politike të përfshira në këtë ngërç të ri politik, do ta thoja marrë parasysh që kemi edhe shumë pak ditë deri në atë afatin kushtetues i cili është dhënë, po shpresoj në reflektimin e partive politike në interes të shtetit edhe në interes të vendit, sepse ju gjithherë në radhë të parë duhet të vendoset pushteti, po ka situata në të cilat konsideroj që pas një blokade një vjeçare do duhej të vinte interesi për shtetin. Po, kemi parë diskutime, takime, tash fajin për javën njëra tjetrës pushteti partive opozitare për të reflektim nga opozita, por a duhet këtë reflektim edhe nga vetëvendosja? Po pa diskutim, e konsideroj që të gjitha palët duhet të reflektojnë fillimisht, të bëjnë një sakrificë ndoshta partijake në këtë kuptim, ose sakrificë të interesit të ngushtë, duke propozuar ose duke shkuar drejt një kandidature konsensuale. Fatkeqësisht nuk kemi pas një qëndrim ose një kandidaturë konsensuale nga grupet opozitare, nuk kemi pas një bashkërendim as brenda grupeve opozitare, sepse do t'ishte shumë e natyrshme që të tri grupet opozitare të bashkoheshin rreth një kandidature dhe pastaj me këtë kandidaturë ta sfidonin pushtetin. Ta sfidonin me qëndrimin që nëse nuk janë këto 2 emra ose 10 emra potencialisht të propozuara nga të tri bloqet politike opozitare, atëherë ne nuk do të qëndrojmë në sallë. Dhe kjo do të ishte pastaj për ta ballafaquar pushtetin direkt me përgjegjësi para elektoratit, para qytetarëve. Në rastin kur nuk e kanë bërë një gjë të tillë, unë konsideroj që deshëm ose s'deshëm, kjo kërkesa për fajin se kush e ka më shumë ose më pak, do ngelet tek ata të cilët nuk kanë ardhur me një propozim të vetën. Pastaj kanë mundur edhe subjektet politike, për shembull Lirshëm PDK ka pas mundësi që të nxjerrë 2 emra ose një listë me emra, të cilët janë të preferueshëm për Partinë Demokratike të Kosovës dhe në të kundërtën mos çndrojnë në sallë, sepse është shumë e kuptueshme që ata nuk do të rinë në sallë për 2 kandidatura që vijnë nga subjekti politik i lëvizjes vetëvendosje. Është e pritshme, e natyrshme që ata të mos çndrojnë në sallë për kandidatura që vijnë prej një subjekti politik, por në momentin që nuk kanë ofruar emra ose nuk kanë folur për një kandidaturë të caktuar, e konsideroj që pastaj edhe lëvizja vetëvendosje ka të drejtë të mos shkojë në seancë me këto të panjohura të cilat PDK po insiston që t'i ketë. Recaj, diskutimet, por edhe ofertat që i bëri vetëvendosje ndaj PDK-s dhe LDK-s, ndaj LDK-s, po, përfshirjen në qeveri, me pas edhe postin e kryetarit të Kullandit, dhe PDK-s oferta që ishte më veçantë vetëm postin e kryeparlamentar. Fillimisht do të shakthoj te ajo që filloi te kriza e presidentit si titulli i kësaj teme. Konsideroj se kriza politike rreth të zgjedhjes së presidentit ka filluar qysh me datën 20 dhjetor, sepse prej asaj date nuk ka pas gatishmëri as nga partia fituese, pas nga parti tjera që kanë mbetur në opozitë që ta zgjidhin këtë çështje, sepse qysh me datën 28, respektivisht me 29-30 dhjetor 2025, rezultatet preliminare për numrin e deputetëve për subjektet garuese në zgjedhje është ditë plus minus me 1 ose 2. Rrjedhimisht të gjithë e kanë ditë, sepse këtu është matematikë, po flasim për 120 numra, nuk ka nevojë për një ekspertizë të thellë matematikore dhe është ditë që asnjëra parti nuk i ka numrat pa një bashkë punim apo bashkë bisedim apo bashkë dakordim për zgjedhjen e presidentit, parasysh faktin se Kushtetuta e Republikës Kosovës ka paraqë në sallë të jenë 80 vetë, respektivisht 81 deputet të Republikës Kosovës. Mjafton me 80. Në mënyrë që të zgjidhet ky problem. Pastaj kemi po këtu
takimet e fundit domthonë Partisë Lëvizjeve Vendosje me LDK-n, pastaj edhe me PDK-n, ofertat të cilat u bon, po konsideroj që nuk janë parimbuar, sepse na partitë opozitare kanë deklaruar që na nuk jemi të interesuar për me hyrë në qeveri. Është çështja dhe tema ka qenë për presidentin, jo për qeverinë, se fundi fundit nuk ka logjik me hyrjen në qeveri kur është e konsoliduar ajo është e konsoliduar edhe me numra, kështu që secilin ligj të zakonshëm ajo e ka lënë me deputet respektivisht me numrat që i ka dhe kështu që nuk i vjen që ta zgjeroj edhe me tutje qeverinë. Çështja ka qenë te presidenti dhe ngërçi që është krijuar këto projekte vendosjes për ta zgjidhur këtë çështje, a ishin serioze në mendimin tuaj? Jo, nuk janë serioze. Absolutisht nuk janë serioze sepse unë mendoj që çështja e presidentit nuk duhet të nënvlerësohet, sidomos pozita e presidentit të Republikës së Kosovës nuk duhet nënvlerësohet sepse një pjesë e njerëzve mendojnë që është pak tejet ceremonial, jo shumë e rëndësishëm. Kjo nuk është e vërtetë, sepse me kushtetut kompetencat e tij janë kompetenca ekzekutive, është një pushtet ekzekutiv në thojza që në rastet të shumta vendimi i presidentit për zgjedhjen e disa funksionarëve shtetëror themelor të shtetit, ata do të jenë dakord kryeministri e president që sepse ky bashkëveprim, ky bashkëdyzim i funksioneve kryeministrit dhe presidentit të shtetit e ka pas një qëllim kur është krijuar dhe ndërtu kushtetuta që me krijuar check and balance, me kontroll dhe balancim, që mos me pas mundësi që vetëm një parti apo një pushtet të vendosë të gjitha funksionarët në propozita të caktuara, për shembull kryeprokurorin, shefin AKI-s dhe institucione tjera të pavarura që gjithë për shembull drejtorin e policisë, që drejtorin e policisë e cakton për shembull kryeministri, po me pëlqimin e presidentit, që do të thotë që këta dy si dy udhëhec të këtij shteti duhet të jenë natyrisht të ndryshëm, asesi të jenë të njëjtës linje, sepse atëherë kemi kapje institucionale dhe është e njëtrajtshme qeverisja dhe natyrisht që ekziston mundësia që me të rrit apetitet për me kap krejt pushtetet edhe me u keq përdor aty. Prandaj kjo ka qenë detyrat e presidentit bashkë me kryeministrin janë sigurisë kushtetuese që mos me institucionet qendrore mos me rrovesh në dorën e pushtetit, po me pas edhe një president që krijon balancin. Andaj përpjekjet për zgjedhjen e presidentit, sidomos kohës fundit edhe me LDK-n edhe me PDK-n janë false, domethënë janë të pavërteta. Kështu që aty është e vërtetë që janë bërë takime mirë, po takimet duhet të bëhen për president, duhet të merren vesh në përparime fillimisht çfarë presidenti po do të pas. Nuk mund të thonë aman jamin. Dëgjom. Emra ka njerëz në politikë sa të dush, mirë po duhet me pranu që edhe politika june, skena politike june, fatkeqësisht kuvendi june t'i ka një 60-70% analfabet funksionale. Kuptoni, jo po thoni aman jamin. Jo, na kena me çuni president atje. Kështu që nuk duhet emër. Është emri për presidentin, emri i propozuar për presidentin do duhet të ishte emër me kredibilitet. Për pozitën në fjalën, nuk po themi gjeni emër ti të rëndon ka. Aman jamin deputeti, për 70% janë analfabeta funksionale. Jo të deputetit, jo detyrimisht mund të jetë edhe totalisht apartijak, mund të jetë një emër që krijon konsensus, që do ta sfidosh me një emër që është aq kredibil sa as pushteti nuk mund ta refuzojë sepse del keq para mbështetësve të vet. Unë konsideroj që raport me numra të mëdha, ta themi kështu troç, unë konsideroj që për shkak të rezultatit zgjedhor të zgjedhjeve të fundit, opozita e ka pa të nevojshme për të shkuar në një proces të rizgjedhor, sepse nuk është ndarë e kënaqur me rezultatin që ka marrë. Prandaj që nga fillimi është insistuar të kemi zgjedhjet, mos kemi zgjidhje. Prandaj kur ti insiston mos kemi zgjidhje të problemit, insiston të kemi zgjedhje. Kjo është shumë e thjeshtë, sepse ti nuk mund të propozosh që pozita e presidentit, një pozitë pajtojmë që është jashtëzakonisht e rëndësishme në vend, të shkoj për personat panjohur që subjekti politik në fjalë insiston që të dy kandidaturat shkojnë prej subjektit të tyre, në këtë rast PDK-s, po duke mos ofruar emra dhe duke mos treguar për kë bëhet fjalë. Ti nuk mundesh me kërku mbështetje prej 66 deputetëve në Kuvendin e Kosovës, duke mos i prezentuar emrat për ditur për kë po flitet, për kredibilitetin e tyre, për ato se çfarë kanë përfaqësuar ata për këtë vend dhe çfarë mund të ofrojnë të ardhmen për këtë vend.
zgjedhja e presidentit nuk është ekuacion matematikor me të panjohura, me x-in dhe y-in. Nuk është. Për të krijuar konsenzus, nuk mund të për të krijuar konsenzus është dashur qysh ngryhet herës të propozohen emrat, një listë me 10 emra, të cilët potencialisht nuk do të mund të refuzoheshin nga askush. Nuk e përben presidenti nuk duhet të jetë emër. Është e pasinqertë të insistohet që pozita të shkojë tek një subjekt politik, i cili edhe ashtu ka marrë atë rezultat që ka marrë në zgjedhjet e fundit parlamentare. E konsideroj që do të ishte shumë në interes që presidenti të mos vinte nga subjekti më i madh politik. Pajtohem që do të ishte shumë e natyrshme dhe rrugës që të krijojë një konsenzus më i madh për këtë pozitë, sepse për atë ekziston edhe kjo zgjedhja e po do për vete apo jo, po do për vete. Po do me mojt për vete. Unë konsideroj që nuk është se do për vete, për me gjitha të. Nëse nuk insistohet për një president konsensual, atëherë është e natyrshme që grupi që ka marrë më së shumë të mbështetje në zgjedhjet e fundit të bëjë propozimin, sepse nëse kërkohet... Po ku po mbetaj deklarimi që ne kemi angaruar për qeveri jo për president? Nëse kërkohet blanko me dikush me mbështet, atë shumë e thjeshtë është mbështetën nga ata që se kanë shumicën se sa që kërkosh mbështetje për 22 deputet. Është krejt e panatyrshme. Unë e gjej shumë të sinqertë AKN, të cilët pavarësisht numrit të vogël të deputetëve kanë propozuar zotin Haradinaj. Dhe pastaj për pjesën tjetër është i pranueshëm, nuk është i pranueshëm, mbetet që deputetët vendosin, për të paktën një emër ata kanë bërë publik, për dallim prej subjekteve tjera politike. Po pa diskutim. Nderuar kolegi, deklaruat se thatë se opozita për shkak të rezultateve dhe po dëshirojnë me shku në zgjedhje. Në rregull, në qoftë se ata dëshirojnë, opozita gjithmonë dëshiron zgjedhje të reja që me ardhë në pushtet. Por në qoftë se interesi i Republikës Kosovës është që mos me shku në zgjedhje të reja, partia në pushtet me numrat që e ka të gjithë luksin dhe gjithë kapacitetin për me ndalë zgjedhjet. Si ndalën zgjedhjet, me hyrje në negociata serioze, me negociata të sinqerta dhe me sinqeritet edhe me vullnet për me zgjedhje. Jo, nuk janë serioze. Sepse ti nuk mundesh si opozit ama një emër, jo. Apo pajtuhemi me qenë se bisedat dhe takimet janë krijuar në këtë formë. Këtë partitë opozitore janë të vetëdijshme dhe i kanë thonë dhe kryeministri, besoj shumë që i kanë thonë në takimet. Ne i kaq numra kemi, nuk kemi çka me thonë, ai kemi 25 kur i kemi 22 ose i kemi 15, 13 kur s'ka ma shumë. Dhe numrat janë ditë edhe prej opozitorëve, edhe prej partisë në pushtet, dhe natyrisht që të gjitha partitë opozitore të përfshira në negocimin për zgjidhjen e ngërçit për president, te kryeministri e kanë pasur një kërkesë që të paktën propozimi me orë prej tyre, por do të edhe Fatimi edhe të gjithë ne edhe të gjithë populli me ditë edhe me thonë të vërtetën që kryeministri nuk jo ka leju me kalu këta aspragun e parë në negociata që me thonë në rregull, po pajtohemi që propozimi me orë me juve. Hajde tash kalojna hapin e dytë. Hapi i dytë. Për cilin do? Qaftë me PDK-n, qoftë me LDK-n. PDK-n edhe sot kur po Nga vetë në dosje ka pasur deklarata se PDK-ja ka kërkuar dy emra që të votohen. Dy kandidatura për cilat nuk ka bërë të ditur se kush janë. Jo, po s'ka shku hiç te emrat, po s'ka shku se biseda nuk është konfirmuar edhe nga PDK-ja. Nuk mundesh ti pikërisht edhe nga PDK-ja. Shkak të numrave. Me mungesës numra ti do të bësh herë apo pajtuesh që propozimi me qenë jemi. Në qoftë ti pajtuesh që propozimi me qume jemi, që kanë kërkuar kandidatin dhe kundër kandidatin, dhe në momentin që kanë thonë, okej, dakord, kush janë emrat e propozuar, sepse unë duhet tek subjekti im politik të shkoj me kandidaturat, nuk kanë ofruar asnjë. Dhe pastaj kjo ka të vërtetën e plot që janë të interesuar për zgjedhje dhe jo për zgjedhje. Se në të fundit do të jap informoni publikun. Oponentët kanë dalë ata e dinë vërtetën se po i përcjellin nga dita në ditë. Dhe e dinë jo, e vërteta krijojnë edhe në ti. Informatën e krijojnë. Lutem, ma thuaj cilët janë emrat. Emra se nuk do të qenë emër. Ai do të qenë si qytetare këtij vendi dua të di se kush janë njerëz në dorë për president të Republikës Kosovës. Po, nuk ka ku ekuacion me të panjohura, nuk kemi në shkollë fillore këto. Unë si qytetare e Republikës du me di kush është përfaqësuesi jam delegatës ose përfaqësuesja. Është shumë e tillë. Si është e barabartë. Nëse diskutojna ngojmë njëri tjetrin, nëse dërvesh me luzhullmusin, ju thatë jemi këtu për të thënë të vërteta. Unë të vërtetën po them, ata kanë insistuar në kandidatin dhe kundër kandidatin, të lutem ma thuaj cilët janë emrat.
Të lutem a thua, nëse ne nuk përdhemi të vërtetët, të lutem a thua cilët janë emrat. Nuk është e vërtetë. Cila është e vërteta? E vërteta është kështu. E vërteta është kështu, po jo emrat. Po s'u ka për emrin se në fillim u pajtuve që nuk është e rëndësishme emri, po është e rëndësishme figura. Në qoftë se në fillim të emisionit pajtuhesh që e rëndësishme është figura dinjitoze e presidentit e jo emri, atëherë ti duhet më ndëgju. Konsensusi ndërtohet mbi emrin dhe mbi emrin, për ndryshe nuk ka mundësi, nuk shkohet aty me të panjohura. Sepse në momentin që shkon me të panjohura, ti je i gatshëm emrat janë shumë të parancishëm. Pse janë të parancishëm? Janë të parancishëm sepse edhe partia në pushtet i ka propozuar 2 emra. Çka? Me emër dhe mbi emër. Po me emër dhe mbi emër. Dhe zonja Kolçaku dhe ju mund të vendosni pro kundër se ta abstenoni. Kolçakun për me djeg, sepse është e parancishëm si emën. Si çdo. A e kuptoni? Çdo herë ka ndodhur kështu. Naljo, bro, joni kena me djeg, janë të rëndësishëm emrat. Janë të rëndësishëm figura. Dikush mundet të votoj për zonjën Kolçaku në kundërshtim të kandidaturës së zotit Konjufca. Ti nuk e di se cili del nga ai proces. Prandaj janë dy kandidatura. Si obligim kushtetues, si obligim kushtetues. Deklaratat e PDK-s kanë qenë të tilla kështu. I kemi propozuar 2 emra në këtë mënyrë, nga se s'kemi pasur siguri ose besim se vendosja do ta vendoste një emër të vetën, edhe rrjedhimisht do të kalonte. Shumë e qartë. Për këtë ne kemi të drejtë të analizojmë mbi atë që qëndron. Nëse subjekti politik ka mosbesim ndaj subjektit tjetër politik, është qëndrim që ata kanë të drejtë ta kenë. Unë nuk po kritikoj pse ata insistojnë në kandidaturën edhe kundër kandidaturën për këtë pozitë. Kritikoj procesin për cilin ata nuk kanë qenë në gjendje të ofrojnë emra serioz ose kandidatura serioze. Po është e pavërtetë. Kjo nuk duhet me thonë në emisione televizive. Jeni analiste politike. Unë e marrë përgjithësi për fjalët që them. Ju nuk e vlerësoni mendimin e tjetrit, ju mund ta vlerësoni vetëm atë që thoni ju dhe e konsideroni të drejtë. Ka që thjesht është kjo pjesë. Propagandë është diçka tjetër. Çfarë ka propagandë të drejta? Ose tifo, për vetëm tjetër më i qartë. Është diçka tjetër. Tifo jeni ju ka propagandë këtu? Nuk bëjnë tifo. Jo, jeni ju vetëm ta sqarojmë këtë pjesë, ta sqarojmë këtë pjesë. Kështu që çka ka propagandë këtu te deklarimi i zonës Hajdarit? Te zona Hajdari, nëse i bën tifon në partisë, në rregull, jam unë them në rregull, bën për partinë pushtet, bën tifo. Kjo është duke dhënë qëndrimin e saj. Po nëse do jam me fol realitet, çka ka ndodhur? Në baza ditore. Ç'është duhet më ndodh? Or në bisedojmë çka ka ndodhur dhe ç'është duhet më ndodh. Çka ka ndodhur? Ka ndodhur takimi, kanë kërkuar që. Cili janë emrat, zoti Recaj, po kthehemi edhe një. Cili janë emrat? Cili është konsensusi ti dëshiron të shpërpoa në fazën tjetër për treguar seriozitetin e këtë proces. Kur e di që ti numrat tu nuk i merrin emrin, ti mas mori du më pajtu që ti ke të drejtë me propozuar emrin, e ai kur partuhet ai që ti ke të drejtë me propozuar emrin. I tregon emrat, kërkon largimin e 2 emrave që vinë nga subjekti politik tashmë të propozuar, edhe pastaj kandidatura dhe kundër kandidatura potenciale do të merrni mbështetje ose jo. Ka mundësi që mbi këto kandidatura të ketë konsenzus edhe më të gjerë, të merr vote edhe nga AK, të merr vote edhe nga LDK. Ideja fillestare edhe nga vendosja ishte që të ketë një kandidat konsensual. Por kjo ndryshoi me kalimin e kohës, sidomos të ditët e fundit të këtij afati kushtetues, nga që kemi parë deklarata të zotit Kurti që insistojnë në Glau Konjufcën apo jo, dhe bashkëqeverisja e ka ofruar LDK-s, me pas edhe kompromisi për postin e kryetarit të kuvendit, por jo për presidentin. Pse për parlamentarin e jo për presidentin? Po kushtim besoj që ka ardhur për shkak që LDK, nëse kthehemi në retrospektiv, ka insistuar në një marrëveshje klasike politike që për shumë prej desh që merremi me këtë punë ka qenë e çuditshme, marr parasysh që ne kemi humbur vitin 2025 për shkak të LDK-s, e cila nuk ka shfaqur gatishmëri për të bashkëpunuar as me vetvendosin e as me PDK-n. Ka qenë qëndrim i partisë që ne kemi respektuar, kemi shkuar në një proces zgjedhor, pastaj secili ka marrë të rezultatin që ka marrë. Fakti që kanë insistuar në një marrëveshje klasike politike, që në gjuhën politike nën kupton ndarje të ministrive, ndarje të pushtetit, ka qenë e mirë pritur, pa diskutim, po kemi prit që ka me has në hezitim nga lëvizja vetvendosi për të ndarë pushtet, sepse ne tashmë e dim që ata kanë konsoliduar qeverin, kanë marrë pozita dhe kanë ndarë ministri për njerëz e tyre, sepse kanë marrë një rezultat për 51.11%. A e çfarë ndodhi është insistimi për insistimi
për të ndarë pushtet. Pastaj, si që kuptuam, në takim ka pas Interpretimi i kësi termit, një marrëveshje klasike politike, e ka shpjegua Lumira Abdigjiku në televizion atje. Edhe nuk e ka lidhur me marrjen e posteve politike ministrore. Marrëveshja klasike politike këtë nuk kupton, se si që e ka kuptuar zoti Abdigjiku, ngelet tek zoti Abdigjiku, unë nuk e kritikoj për qasin ose për interpretimin që a i bën kësaj marrëveshjes klasike politike, për në politikë kjo nuk kupton këtë marrëveshjen klasike politike të ndarjes së pushtetit, një diçka që i është ofruar edhe prej zotit, ajo është i vedishëm që nuk e ne kupton atë çështje, sidomos në situatën kur qeveria është e konsoliduar. Se kompromis për krye parlamentare një për presidentin ka vetëvendosje. Sepse tashmë është bërë një propozim për këtë pozitë dhe tashmë po mund ta zhvendosim, se jo po kemi hyrë në një proces i cili unë dyshoj që insistimi për këtë fakt vjen me gjas se zoti Kurti e sheh si problematike që do të merë vot kandidatura e zotit Abdigjiku nga gjithë deputetet lëvizjes vetëvendosje, përfshirë dhe pjesën tjetër që bashkëqeverisin, që është lista Guxo dhe Partia Alternativa. Dhe mbi këtë dyshim, për shkak të numrit të vogël të votat, të cilin e ka diskutuar disa herë në konferenca për media, që do të ishte më e pranueshme që votat ishin. Pra, ka edhe brenda grupit parlamentar vetëvendosjes, jo për të pranuar kandidaturën e zotit Abdigjiku pa diskutim, sepse është një pozitë. Abdigjiku nuk ka dashur me shfaq kandidatura, ose kushdo që vjen si emër. Me thonë kandidatura e Lumira Abdigjiku, ose kushdo si emër që vjen nga Liga Demokratike e Kosovës. Nuk ish imponu për pozitën e presidentit të Republikës Kosovës. Fundja që totalisht parëndësishme dhe jo relevante. Jo është relevante, se në kur thuti që kandidatura e Lumira Abdigjiku në kupton që ai ka dashur më president të shtetit. Kjo s'është e vërtetës kjo. Sepse ai ka deklaruar publikisht nëse ka gënjur ai, jo për xhurmusin sepse nuk po mundem me bisedu. Çfarë është kjo? Çfarë është ky mlef? Çfarë është ky frustrim? Lutem shumë. Unë as nuk jam politik, unë jam shumë qetë. Mirë po dëgjoj, po skalën e personale, diskutimi mund të bëjmë. Po është e pamundur me përfundu një fjali të vetme. Përfunduese nuk mund ta japim krejt emisionin veç ty. Logjika mbi atë qëndron se grupi më i madh parlamentar do të mund të ketë hezitime për të dhënë votën e tyre për një kandidatur tjetër që vjen nga një subjekt tjetër politik, e në këtë rast nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Është shumë më e thjeshtë dhe shumë më e lehtë për të ndarë pushtet të cilin e kontrollon vetë, se sa për ta shquar drejt një procesi në të cilin nuk e di ai faqe kjo ofertë apo jo? Jo, pse nëse një subjekt politik ka marrë 12% të 13% të mbështetjes popullore, që edhe 15% të mbështetjes popullore, e konsideroj që ndarja 4 ministrive pothuajse kryesore, zëvendës kryeministri, parë ministri punëve të jashtme, një nga pozitat më të rëndësishme të cilën ai e ka ndarë për njeriun e dytë në vizën vetëvendosje që është zoti Konjufca, e konsideroj që nuk është pozitë pa rëndësishme edhe në aspektin. Por çfarë do të mund bënte LDK me asaj qeverie kur ka po megjithatë me një qeveri, cila do të qoftë ajo që merr 51.11%, secili tjetër bashkëpunëtor politik do ta ketë vështirë për ta lënë gjurmën e tij. E kuptoj plotësisht dhe nuk i vë faj edhe LDK-s nëse nuk e pranon një marrëveshje të tillë, por gjasa që ta ketë një mundësi për një marrëveshje më të mirë në të ardhmen, po shihet që nuk i ka shumë të nda, ndërsa nëse bëhet pjesë e një pushtetit ka mundësi të rritet, nëse ka performancë të mirë në ato digasire, por megjithatë kjo është çështje që i mbetet puro organeve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryetarit atje dhe mbështetësve që pavarësisht çfarë vendimi marrin, është përgjegjësia e tyre. Nëse fillojmë për logjikës për shembull të deklarimeve të kryeministrit Kurti, i cili deklaron se thot nuk mujmë ja jap presidentit se ja ka jap populli, më që se ja ka jap populli për president, populli LDK-s nuk ja ka dhënë votat as për ministra, as për 4 ministri. Pse më ja dhon 4 ministri? Për çka? S'ka votuar populli o vëlla. Kështu ishte njëri deklarim i zotit Kurti. Pse po donte më ja dhon 4 ministri? Pse po mendon kolegja që me 4 ministri kjo më kuadër qeverisë Kurti? 12% 4 ministri ka sens. Ka me urrit elektoralisht. Ka sens. 12% është mbështetje. Po pse më ja dhon? Pse më ja dhon? Po është mbështetje. Pse që është e pasinqert? Pse populli s'ia paskallon votat? Pse po do më ja dhon ti ministrit?
Por të qëndruar Ai në nuk po sallë, kërkon ministri, ai nuk po kërkon ministria, po kërkon zgjidhjen e presidentit. Po qëndruar në sallë. Për çka? Sepse 80 vota nuk i ka. Nëse PDK nuk ja ka jap votat për president. Pse më dhon kryeparlamentar? Pse më bë kryetar parlamenti Bedri Hamzën? Populli s'ja ka dhënë votat për më bë. Mirë, po populli i Kosovës ka votu, partia i ka fituar 51%, këtu tjerat i kanë fituar numra që i kanë. Që me zoti Recaj të zgjedhur presidenti i ri. Pavarësisht këtyre numrave. Asnjëras nuk jam rrin. Po? Asnjëras nuk ju mjaftojnë numrat për me zgjedh presidentin. Atëherë duhet me kompromisi. Kush më lëshupe? Kush më lëshupe? Të gjithë duhet me lëshupe, mirë po do ka me lëshua gjithmonë ai që ka mas shumë të numra. Kjo është matematike e thjeshtë, nëse kena me ndihmu na 3, po na si kemi parët e njëjta në xhep. Nuk mundu me kontribu njëjtë edhe me lëshupe ose me ndihmu ma shumë. E qaj që ka pak ma shumë, qaj ka me ndihmu që ato ma shumë. Kështu që, nëse interesi i Kosovës është para çdo interesi tjetër të subjektet politike, prej asaj më të madhe, se deri te më e vogla, atëherë është momentumi që të krijojnë një kompromis dhe të bëjnë zgjidhjen e presidentit. Nëse partia në pushtet e ka apetitin që edhe që pozitën ekzekutive të presidentit shtetit me marr për vete, atëherë quhet vendi zgjedhje. Duhet me kuptu, në vendin zgjedhje një parti me 12 deputet nuk më në çaj. Edhe një parti me 22 deputet s'po më në çaj. Po as presidentin nuk mundet me zgjedh. Mirë, po nëse vetëvendosja dhe Albin Kurti, bashkë komplet partia në pushtet, e duin Kosovën dhe nuk duin zgjedhje, e kanë zgjedhjen. Mund ta të bojnë kompromis dhe ta marrim një propozim prej opozitës apo një partie opozitore dhe mi kriju numra për të dhënë. Nuk Nuk mundesh me negociata të pasinqerta, pa parime, pa u mirë vesh për parime. Që pa sinqerta, ne nuk jemi psikolog, asnjë me profesion të studio dhe nuk e përcaktojmë dot në një marrëveshje politike kush është e sinqerta kush jo. Unë te edhe bisedojmë pse. E konsideroj që është punë nëse ne e kërkojmë mbështetjen e sinqeritetit mbrapa. Çfarë do marrëveshje politike që kanë ndodhur deri sot dhe këto që do ndodhin sot e tutje, sepse vetëm sinqeritet nuk ka, secila palë synon të përfitoj. Edhe është gjëja më bazike që ndodh në marrëveshje të tilla politike. Në momentin që bën ftesë subjekti politik. Partia më e madhe në pushtet. Partia më e madhe në pushtet. Ka alternativa shumë më shumë. Partia më e madhe në pushtet ka shumë alternativa më shumë. A më një pyetje, çka i ndodh vetëvendosjes edhe Kosovës sikur nuk e ka postën e presidentit? Çka i ndodh? Absolutisht asgjë. A shkatërrohet shteti i Kosovës që nuk ka qenë nga lëvizja vetëvendosje? Ka qenë 100%. 100%. Ndoshta këto vitet e fundit për plasjet që i kanë pasur, por aja është zgjedhur pikërisht me fushatën e vetëvendosjes. Po megjithatë, u kuptua që megjithatë dallimet e ajo që e kemi thënë vazhdimsi, që nuk janë të një subjekti politik, nuk vinë nga një ideologji e njëjtë politike, nuk përfaqësojnë të njëjtën frymë politike, mund të jenë gjeneratori, brezili të dy. Por ishte binomi shpresës, zonja Hajdare. Po diskutim që kanë qenë, prandaj ka ardhur një rezultat çfarë kanë pas në ato palë zgjedhje. Ky bashkëpunim ka sjellur atë rezultat, jo gjithherë bashkëpunimet politike sjellin rezultate dhe entuziazëm, por megjithatë ai bashkëpunim ka sjellur, nuk ka qenë e një subjekti të njëjtë politik, ka marrë mbështetje absolute prej votuesve, prej deputetëve të zgjedhur nga lëvizja vetëvendosje, sepse megjithatë presidenti ka lënë në kuvend. Edhe me pjesëmarrjen e LDK-s në sallë. Pa diskutim se përndryshe nuk do të zgjedhej as në atë raund zona Osmani, po kësaj radhe është më problematike, sepse konsideroj që është goxha e vështirë që ti bindesh 66 deputet që janë brenda këtij koalicioni qeverisës për një kandidaturë që nuk vjen nga lëvizja vetëvendosje. Nuk është e pamundur, nuk po e them që është e pamundur, por fillimisht... Është zgjedhja e thjeshtë, zonja Hajdare. Ka qenë. Tash është rrekuar dhe më shumë. Mendoj që secilin ditë është më problematike, marr parasysh që subjektet politike po kalkulojnë që potencialisht zonja Osmani do të ketë impaktin e saj në zgjedhje dhe do të dëmtojë lëvizjen vetëvendosje. Mbi këtë parim po synohet shkolla në zgjedhje. Nëse partia pushtet dëshiron zgjedhjen e presidentit e ka në dorën e saj, numra ka të mjaftueshme është ta shpjegojmë. Nëse e shohim me mënyrën e votimit të partisë pushtet dhe deputetëve, ata të gjithë përmi 70-80% i binden liderit dhe nuk është që nuk votojnë atë që ka kërku dhe që kërkon liderin e të ardhmen. Kështu që nëse partia në pushtet e dën vendin pa shkun zgjedhje, nuk do zgjedhje vetë personalisht dhe nuk i konvenojnë
vetë venduesi zgjedhjet, por nuk i konvenojnë dhe nëse ajo konsideron që nuk i konvenojnë as Kosovës, as qytetarëve të Kosovës, atëherë ka mundësinë mos me lënë vendin me shkuën zgjedhje, por me zgjedh presidentin, sepse 66 deputet natyrisht që mund t'i siguroj për cilin do propozim që do të vinte nga cila do parti tjetër opozitore në e përfaqësuar në kuvend. Kur si ka fituar? Po nëse se ka fituar presidentin, si ka fituar as ministrit. Pse po do na tu mjavdon presidentin ju? Ta ndëgjojmë të Kurti se çfarë kishte deklaruar, ta rifreskoj memorien kësaj deklarate dhe komentojmë më pas. Po patjetër. Nëse s'ja ka dhënë populli, mos ja jap as ti ministrit. Ta dëgjoj. Se s'ja ka dhënë. Ta dëgjoj. Unë i kam ofruar kryetarit PDK-s, Bedri Hamza, që të bëhet një rokad ndërmjet kryetares aktuali që është edhe ushtruese e detyrës presidentit Albulena Agjiu dhe nën kryetarit PDK-s që në këtë rast është Vlora Qitaku. Pra, lirisht, PDK-ja le ta bën kryetar Bedri Hamzën, kryetar të kuvendit, ose Vlora Qitakun. Albulena Agjiu bëhet nën kryetare e kuvendit. A dini për shembull që unë i kam thënë kryetarit LDK-s Lumir Abdigjikut, eja lirisht në vend të Glaukut, edhe hesim përpara. A Glauku ka gati 4 fish më shumë vota se Lumir Abdigjiku. Pra proporcionet janë drastike. Oferta jonë është shumë gjeneroze, po s'është e mundshme që i refuzojnë. Për shembull Abdigjiku tha që unë erdha takim me fol vetëm për presidentin, nuk erdha me fol për marrëveshje të tjera politike. Jo, neve na u ka thënë paraprakisht që ne nuk mund të bashkëqeverisim, sepse ju nuk mund t'i keni të 3 pozitat. E po nëse s'mund t'i kemi 3 pozitat, ja po i kemi vetëm 2. Plus që presidenti kur zgjedhet s'mund me qenë antar i partisë. Pra, nëse do ta kishin kryetarin e kuvendit, nuk do të kishim 3 pozitat. Po vesh një moment, mja dhon ati po thu. S'ja ka dhon populli o vëlla. Me gjetë një kandidat. Po çysh mja dhonën kur s'ja ka dhon populli? A kupton? Nuk demokracia nuk kupton vullnetin e popullit në epicentër. Jo pazarin. Unë jam super gjeneroz. Zotë Recaj, ofertë gjeneroze, çfarë po dën më shumë opozita? Çfarë po kërkon? Ndëgjom, opozita oferta nuk është gjeneroze, ata nuk kanë kërkuar ofertë gjeneroze, bile PDK nuk ka pas LDK nuk kanë kërkuar pozicione sepse kjo oferta gjeneroze do të më kuptojë qytetarët që ne kupton që ky ka ofruar pozita të tjera dhe këta nuk kanë kërkuar dhe nuk kanë shkuar me negociu për pozita ministrore, por për pozitën e presidentit dhe zgjidhjen e tij, madje me propozime edhe për të qenë jo partijak dhe figurë unifikuse. Por emra asnjë s'kan përmendur. Por emra s'kan as PDK-ja as LDK-ja. Po natyrisht që nuk kanë dhënë sepse unë pyet tregoj që kjo është e vërtetë prej fillimit të emisionit se është e vërtetë që nuk kanë dhënë emër, por ti ndonjëherë do të më pajtu me atë bashkëbiseduesin se apo pajtuhesh që na me propozu. Nëse pajtuhesh që unë me propozu, vazhdojnë ata shtite emri. E kur ty s'pëlqen emri, ti thu jo këto s'pëdu, që te këto tjetrin, që t'ja 10 vete, 20 vete ja kërkon, derisa të bjen emri i përshtatshëm edhe për partin, këtë rast pozit, me numra shumë të mëdhej, atëherë kish hec përpara. Mirë po, negociatat kanë ngec në pragun e parë. Negociatat mes partive nuk e kanë kalu as nivelin e parë të bisedimeve që me u pajtu që propozimi marrë prej kësaj one. Por ka shku ama emrin të dijon, po njërë apo pajtuhesh apo? Që i takon jo, po nuk mund të pajtohesh për diçka që nuk e di emrin. Po jo, apo pajtuhesh unë me propozu. Ti mund me thonë po pajtuana me propozu. Jam pajtuar fillimisht për një emër i cili nuk ka pranuar ta merr këtë pozitë që e dim kush është emri i zotit Murat Jashari, ka qenë propozim nga PDK, po që është konsideruar si konsensual. Është refuzuar. Është refuzuar. Pastaj nga kjo marrëveshje e parimit. Po nga vetë me shumë me të drejtë, pse më bë pjesë e lojnave politike të këtij niveli. Me shumë të drejtë. Të marrë përgjithësi ose jo është një pozitë është deklarimi më jashtëzakonshëm që ka bë Murat Jashari ndonjëherë. Edhe duhet me bë. Bile unë konsideroj që u vanua se këtu e lën me bisedu se bisedu rreth një javë, bile unë mendoj që u vanu, mirë po është deklarimi më i fuqishëm. Po sepse është interesi të kjo të pjesa e zgjedhjeve, nuk është interesi të pjesa e zgjedhjeve. Interesi nëse partitë opozitare kanë interes me të nol partia në pozitë. Po sido që të jetë, në momentin që janë dalë nga kjo marrëveshje me parimet siç e kishin vendosur fillimisht që kandidatura të jetë konsensuale dhe jashtme, jo partijake,
Mendoj që aty ka filluar hendiku i krit këtij problemi. Oferta ishte gjeneroze, sipas jush. Po PDK dhe vetëvendosje kanë pas të qanë nga fillimi që s'janë të interesuar për një bashkëpunim qeverisës së bashku. Dhe ofrimi pozitës së kryetarit të kuvendit është si kompenzim për qëndrimin e tyre në sa potencialisht. Nuk ban me dha ato. Pajtojmë që s'ja ka dhënë populli, po për të kësaj pozita e kryetarit të kuvendit i takon lëvizjes vetëvendosje dhe ata mund të bëjnë marrëveshje kompromisi për të shtyr përpara një proces. Dhe pastaj edhe kjo pjesa e mosbesimit të subjekteve politike për këtë pozitë do të kishte nevojë të ekzistonte, sepse ne e dimë që kryetari i kuvendit nuk shkarkohet pa dy të treta dhe rrjedhimisht do ta kishin ndërgjigjen e qitë që dikush potencialisht do t'i shkarkonte nga pozita ose jo. Sepse këtu kanë filluar tash të merren me psikologji, të thonë që sa është e sinqert, sa nuk është, thonë që pastaj pas emrimit do t'i shkarkonte dhe krejt kjo saga e mosbesimit dhe paranojës që i ka pllakos gjithandej në analiza përfundon te krimini ndërçi politik. Po kjo është përvojë, jo nuk është paranojë. Ndalë Fatime, ndalë. Paranojë nuk është. I cili nuk na lejon të vazhdojmë në një fazë e imja personale në qoftë flasim në aspekt. Jo mos e përfundoj. Nuk ka paranojë, ka përvojë. Për shembull, në qoftë flasim LDK vetëvendosje, LDK nuk ka paranojë për vetëvendosje, ka përvojë për vetëvendosjes. Po është LDK që ka shkarkuar qeverinë Kurti në kohë pandemia. Nga kjo përvojë do duhej paranoja ta prekë zotin Kurti dhe Joana Sjellkas. Po si duket nuk e ka prekur. Të lutem shumë, ata që po flasin me vërteta. Dhe kjo është e vërteta vetëm me të cilin ne njohim si qytetarë të Republikës. Qytetarët e dinë më nga se që një bashkëpunim kanë qilë të tjerët që kanë dalë. Nëse futojmë këtu... Po insistan me shkarkimin a kemë veliu që më pas solljat situatë. Me çfarë siguri ka? Çfarë siguri? Hajde që Fatime, anani vesh një fakt. Si kryetar qeverie ka që nuk e shkarkon. Jo, ti si kryetar qeverie të drejtë ke. Si kryeministër në këtë rast. Ti shkarkon ministrat e tu. Veliu ka qenë ministri i zotit Kurti. Dhe rrjedhimisht është rrëzuar Kurti pastaj me një marrëveshje tjetër politike që e dim ku ka përfunduar. Kemi pasë bashkëpunim kaluar në opozim. Kemi pasë krimin e dy voqeve, Vlanën dhe si ka qenë ajo tjetra. Dhe të gjitha akterët që kanë braktis marrëveshjet politike nuk ka qenë Kurti, kanë qenë të tjerët. Kanë qenë të tjerët, po si që duket Kurti prap është interesuar për bashkëpunuar, sidomos me LDK. Dalim të kjo pjesa, a e ka me të vërtet, vetëvendosje kur thotë që zgjedhjet nuk janë zgjidhje, apo edhe ata po i duan zgjedhjet, por jo përmes këtyre deklaratave? Jo, kushtrim nuk e mendoj, sepse ka mundësi të ndodhë, por ne kemi këtu deklaratat publike mbi të cilat mund të analizojmë dhe marr parasysh rezultatin 51.11%, unë e konsideroj që një subjekt politik nuk e di çfarë. Nuk ka arsye për zgjedhje. Po, nuk ka arsye për zgjedhje dhe nuk ka çfarë të pret, ndoshta për një procesit rizgjedhor, edhe pse nuk përjashtohet si mundësi që ta rris bie më poshtë, dy opsione janë. Po. Megjithatë ka të drejtë të shpresoj që do ta rris mbështetjen, po në të kundërtën edhe mund të humbë mbështetje. Në këtë pikë pajtojna se nuk ka interes. Unë mendoj që nuk ka interes as vetëvendosja me shku në zgjedhje. Pajtu me një pikë të vetme, se me tjerat pjesë nuk mund pajtu. Pajtuam edhe mbi të vërtetën se po ka rrëzuar koalicionin në po pandemia. E bonomi që atë tani që atë Kosova. Po që aty edhe Kosova. Tani mas zgjedhje të reja ka fitu pavarësinë, apo? Plotësohet ky mozaiku i madh, pavarësia gjithashtu ka shumë. Qatë ka fillu gjithçka ka shku për pjerë. Nuk dihet heqë dhe aty kur dalin. Edhe vetëvendosje konsideroj që nuk ka interes me shku në zgjedhje. 66 deputeti ka dhe në një pjesë të tyre 57 deputet i ka të vetat. 57 deputet, një pjesë të tyre janë deputet të ri, që për herë të parë ose për herë dytë. Dhe nuk besoj që e kanë atë komoditet që të shkujnë zgjedhje çdo 6 muaj, sepse pastaj një pjesë e tyre se kanë edhe shumë sigurt ta fitojnë herën e ardhshme, nuk fitojnë. Dhe të marr parasysh që një pjesë e deputetëve nuk duan që ta humbin pozitën e deputetit, ata janë të gatshëm me votu një propozim çfarë me rekomandua lideri i partisë apo i koalicionit. Andaj zgjidhja për president dhe unifikimi i 57 deputetëve të vetëvendosjes për me votu një president partive tjera? Të propozuar nga partitë e tjera është
a lehtë i arritshëm dhe i mundshëm 100% duke shtu faktin se Jemi pjesa pjesë- dërmuese nuk janë të interesuar se në gjëni zgjedhjet janë të kushtueshme edhe për deputetë. Pikërisht për këtë dua të flasim, sepse jemi minutat e fundit, Recaj. Çfarë prodhojnë zgjedhjet e reja nëse shkon vendin e zgjedhjet e reja? Eksaktësisht të njëjtin rezultat. Të njëjtin. E thash Jo sa Osmani, jo sa ka Osmani. Potencialisht Jo sa mund të Osmani ketë para dy deputet rritje, se do dy të deputet më pak. bashkohet me LDK-n. Është fare Në para. Ajdarin, Jo, ndëgjon. Jo sa Osmani nëse i bashkohet LDK-s, projekti së gjatës që ka proklamuar Abdigjiku, a ndryshon diçka? Nuk e mendoj që ka me pas një entuziazëm shumë të madh, marrë parasysh që shumica e elektoratit do ta sheh si lëvizje cila bëhet për mbijetisën politike, sepse ne e dimë me çfarë akuzash është ndarë nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Është po njëjta Lidhje Demokratike e Kosovës. Kemi një periudhë të shkurtër kohore, e tha dhe zonja Bajrami si një ndër akterët, ndoshta më të rëndësishmë tashmë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, që nëse i kthemi historisë, ajo nuk ka qenë në studime jashtë vendit, po do të mirëpritet nga një grup politik brenda LDK-s, më falni, për shkak se zoti Abdigjiku nga kuvendi i fundit zgjedhor e dim me çfarë mbështetje del dhe ka të nevojshme mbështetje nga aktorë të tjerë, por është edhe një grup politik aty të cilët nuk e di se sa do të krijon unitet dhe mbështetje, por megjithatë ja uroj gjithë secili që bëhet pjesë e Madje Abdigjiku tha se ka problem fare nëse nuk është prisi i listës së LDK-s. E kuptoj, sepse në 2 cikle zgjedhore, zoti Abdigjiku nuk arriti ta ngrisë përqindjen e subjektit politik dhe Njëherë po, por më pas herën e dytë ratu kështë. aty është, për një subjekt politik Po. që ka qenë LDK, nuk ka qenë në një ngritje, do me thënë se çfarë pritet për LDK-s. Kushdo që replikon rezultatin ose ka një rritje jo të rëndësishme, jo të theksuar, mendoj që e ka të nevojshme për të liru rrugën për dikë tjetër. Pra se shenë si rival Potencialisht jo sa Osmanin Abdigjiku ndaj Kurtit. Unë si rival e shoh zotin Hamza, si rival e shoh zonjën Osmani, zotin Abdigjiku, cili do, sepse me gjithatë nuk e kemi të drejtë. Rival kryesor, kjo është pyetja, po. Rival kryesor, me mbështetjen që PDK ka, nuk e mendoj që duhet shihet si rival kryesor kur do të qoftë, po ka mundësi. Sa për këtë pyetje tuaj që çka do të prodhojnë zgjedhjet, nuk pajtohena me fajtimin që thotë se zgjedhjet e reja aty do të jenë. Të flasim pak me prova dhe nga përvoja dhe praktika paraprake. Në vitin paraprak kemi pas zgjedhje. Në shkurtit, po? Në shkurtit. Mas në shkurtit kanë orë zgjedhje në 10 orë. 20 dhjetor. Edhe na për një 10-11 muaj kena pas dallim me 10%. Jo një deputet, me 10%. Andaj, zgjedhjet e reja... Atë fjalë për vetëvendosjen, jo për LDK-n e PDK-n. Po prandaj po e them që po të rritet edhe për 10% këtë cikël zgjedhor. Po du me thonë që nga praktika që ky popull ka livrit me 10 e 12%. Kështu që në shkurt i kanë marrë pej 50% shqit në 42%, kanë ardhur dhe i kanë marrë 51% që çfarë lëvizje. Tash, nuk mund ta nënçmojnë figurën e Vjosa Osmanit pavarësisht simpatisë a kemi për ta, s'kemi për ta. Kështu që Vjosa Osmani e ka rrit vetëvendosjen. Pse se rrit LDK-n? Ku i merr votat më shumë Vjosa Osmani nëse nga rrës politike? Nuk e ka rrit LDK-ja, ta i bashkëpunimi që kishte me zotin Kurti. Votat që kanë fry vetëvendosjen janë me bashkimin e binomit të Vjosa Albin. Po tash Osmani s'ka garuar në tetor. Vjosa Osmani unë pres që minimum në qoftë se i bashkohet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lidhja Demokratike të Kosovës ka me ta kthy të 22-25%. Andaj PDK-s? Ka mundësi aty me PDK. Kështu që dhe votat që i tërheq pas vete Vjosa Osmani nuk janë... Po për të ndodhur kjo i bie që vetëvendosjet duhet të bie. Në 20%. Ska që është ndryshë, sepse votat i ka frynë... 20% i bie, ashtu? Po, me 10-15% do të ketë një ndryshim. Sepse jo pse unë mendoj që Vjosa Osmani ka dhonë në performancë excelente, sidomos kur e ka mojt, po mendoj, onën e partisë në pushtet, duke i ka qenë president e vendit, ka mbrojtur interesin e vendit. Sa përket performancës së zonës Osmani, unë kam shumë simpati për punën e saj. Veç një vend ka performu mirë. Se ajo ka deklaru personalisht, ashtë nuk mund është të mi thonë, ka deklaru...
Çfarë ka deklaruar? 20 dhjetor në datën e zgjedhjeve. Presidenti cakton datën e zgjedhjeve. Unë ja caktua 28-in. Jo zgjedhjet, jo, mos e shtramo, mos e shtramo. Favor. Por çfarë keni fjalën? Vjosa Osmani në deklarim publik për të ditë mendimet e juaja çfarë po doni të thonë. Veç çfarë? Jo, po ta sqaroj, po duhet më ndëgju, duhet më ndonjë më ndëgju për me ditë çka jam po të thonë. Po jo, mos e shtramo, se dim çfarë po do më thonë. Veç vazhdo, tu je mendimin. Vjosa Osmani ka thonë publikisht. Unë Albin Kurtit ja caktuva 28 dhjetor. Shumë qartë, është presidente ka qenë presidenti. Jo, ja caktuva datën që ai ka kërku. Datën që ai ka kërku. Ai ka kërku. Datën që Albini ka kërku, nuk e kemi dëgjuar. Unë kam caktuar datën 28 dhjetor, sepse shumica partive politike kanë kërkuar këtë datë. Nuk e kanë dashur atë datë. Se kanë dashur atë datë. Nuk është e vërtetë. Parti politike të presidentja kanë kërkuar atë datë. Nuk e kanë kërkuar 3 subjekte tjera politike. Nuk e kanë dashur atë datë, po ja ka caktuar Vjosa Osmani me kërkesën e Albin Kurtit. Kjo është e vërteta, nuk është ajo e vërtetë. Po nuk ekziston ashtu. Jo, kështu ekziston. Ajo ka kushtetutë e shkruar që nuk i më besu ta shtu në ty, a mi besu presidenti kur thotë unë e caktuva datën 28. Po ajo i nisur akuzat së fundi rrecaj. Vjosa Osmani do të sjell vota LDK-s, vetëm ka me nuk u gëzuar nga vetëvendosja e nisi akuzën ndaj vetëvendosjes. Po për tek saj. Bumerang? Jo, sa i përket bumerang, vota e Vjosa Osmanit nuk duhet nënshmohet, sepse e ka një përkrahje kur gjë sa herë të shkon në zgjedhje 10%, 12% e merë. Sidomos me angazhimin e saj në bordin e paqes dhe raportet me Shtetet e Bashkuara, me presidentin konkretisht, unë besoj shumë që një 10%, 15% ku do që të shkojnë ajo, do të atërheq. Unë jam e bindur që zonja Osmani... Zonja Ajdari për fund, po, se imi në fund. Jam e bindur që nëse zonja Osmani do t'i kishte të sigurta këto 10 dhe 15%... Do të garante vetme. A jam i knaqja e të rejtë 10% ju, personalisht, në që se në ty. Apo i friksot këtë vetëvendosje? Jo, ta përfundoj. Mendoj që në vazhdimësi është sulmuar... Të friksimi vetëvendosjes. Jo, mendoj që në vazhdimësi është atakuar me këtë... Mendoj që në vazhdimisht është atakuar me këtë kartën që ka qenë, madje është i ketuar si notire kurtit, unë nuk e shoh kështu, nuk e mendoj kështu, është e drejtë e presidentit për caktuar datën e zgjedhjeve, e ka bërë publike që e kam caktuar të datë, mund të ketë qenë datë më e favorshme për shkak që është një pjesë e opozitës e konsiderat... A i fiksohet vetëvendosje një bashkëpunimi Vjosa Osmani me LDK-n? Jo, absolutisht. Është në interesin e lëvizjes vetëvendosje për të bashkëqeverisur me LDK-n. Disa herë ka bërë publike. Jo, nëse shkohet në zgjedhje më pas. Jo, nëse shkohet në zgjedhje. Po nuk e mendoj kushtrim për arsye se LDK prej viti 2004 nuk i ka fituar në asnjë palë zgjedhje. Elektorati dal nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk është kthyer asnjëherë aty. Ka vazhduar rrugtimin e tyre me partitë politike cila do që janë krijuar pastaj. Njëjtë ka ndodhur edhe me fatin e atyre që kanë lëvizur në drejtim të lëvizjes vetëvendosje. Mbetet të shihet nëse do të kemi një proces të zgjedhor. Për të parë aty se çfarë do të ndodhë. Por gjasat për të pasur lëvizje të mëdha nuk i shoh si reale. Jemi këtë fond, zonja Ajdari, dua një përgjigje të shkurtër të rrecaj. Opsioni më real, zgjedhjet e reja apo zgjedhjet të presidentit? Po me jo. Edhe njëherë pyetjen tu. Shumë e vështirë është? Nuk dëgjova, jo, se dëgjova. Zgjedhjet e reja apo zgjedhjet të presidentit? Zgjedhjet të presidentit, sepse publik ka votuar 2 herë brenda një viti dhe ka votuar për zhvillim ekonomik, mirëqenie sociale, ulje të çmimeve, ulje të akcizave, cila presin të ndodh, sepse dhe unë janë edhe 5 ditë në politik, kjo çështje me pas vullnet brenda 20 minuta zgjidhet. Ajdari për fund? Unë uroj që kësaj radhe të ndiqet interesi shtetit e jo interesi partive politike. Mendoj që ka hapësirë ende për konsensus. Uroj që ta gjejë një figurë të përbashkët që përbashkon gjitha subjektet politike, kur do qoftë ajo ose ajo, të vazhdoj të krijoj stabilitet politik në vend, sepse mendoj që në fazën ku jemi është në interes të vendit të kemi stabilitet të plot politik. Ju falenderoj që të dyve për pjesëmarrje në këtë diskutim të jetë konstruktiv, apo jo zonja Ajdari. Po pa diskutim. Dhe rrecaj po ashtu. Faleminderit. Këtu e mbyllim këtë edicion, bashkë jemi nesër, natën e mirë, mirëmbëjtje.